Reshje shiu dhe shtrëngata parashikimi i motit për ditën e sotme, çfarë do të ndodhë në orët e pasdites. Ditën e sotme vendi ynë do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti parashikohet të jetë me vranësira mesatare deri të dendura, reshje shiu të erpaseshme me intensitet ulët fillimisht në jug e gradualisht pas mesdite, reshjet e shiu do të shtrien edhe në pjesën tjetër të vendit. Në orët e pasdites, reshjet pritet fillojnë intensivisht deri mesatar, kryesisht në jug dhe në qendër të vendit, hera herës shtrëngata afashkurtra. Në majat e maleve në verilindje dhe juglindje reshje bore me intensitet ulët deri mesatar. Era me drejtim nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare deri në 8 metër në sekond. Në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare era fiton shpejtësi deri në 12 metër në sekond. Deti do të jetë në nënvalëzimin e forcës 2 dhe 3 ball.